Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve, kudo që të ndodheni. Ju uroj një ditë të mbarë, që të jetohet bukur në shpirt. Sot është dita botërore e autizmit. Këti çrregullimi të zhvillimit që karakterizohet nga mangësi në ndërveprimin social dhe komunikimin dhe veprime të kufizuara edhe të përsëritura. Është një ditë ku jepen shumë mesazhe që synon të ndërgjegjësoj dhe të ndikojë në kulturën e njerëzve për ta parë këtë çrregullim jo si të tillë, por si ndryshim. Unë në studio jam me të ftuarat e mia, të cilat janë ideatore dhe pjesëmarrëse të një veprimtarie shumë të spikatur, do ta quaja, të realizuar dje në prag të kësaj dite në Universitetin Luigjë Gurakuqi. Profesoresha e këtij universiteti, Megi Vjerdha Shllaku, doktore e shkencave, së bashku me studentët e saj të masterit në pedagogji speciale, realizuan me një iniciativë shumë krijuese një projekt të titulluar Stacionet Shqisore, duke synuar që të vej pjesëmarrësit përpara asaj ndjeshmërie që duhet të ketë kur jo vetëm kur punon me një person me autizëm, por të mundohen të ndjejnë pikërisht nëpërmjet shqisave ato ndjesi që përjeton në botën e tij një person i tillë. Një gjetje shumë e veçantë, një gjetje jo thjesht e bukur, po një gjetje profesionale dhe shumë humane. Një mesazh shumë i fuqishëm, ndërgjegjësues, por edhe ndjesor për të gjithë ata, për studentët, pedagogët që punojnë me kategori të tilla njerëzish dhe që kanë nevojë të mirë kuptohen më së shumti në shoqëri dhe të trajtohen si njerëz që janë pjesëtar të kësaj shoqërie. Unë sot i kam ftuar në studio profesoreshën Megi Shllaku Vjerdha, doktore e shkencave, së bashku me studenten e masterit në pedagogji speciale, Elvira Lesha. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Urime dhe shumë respekt për punën që bani, për mesazhet që jepni, për gjetjet shumë kreative dhe interesante, të cilat unë mendoj që bëhen shumë të ndjeshme dhe godasin but në shpirt për të gjithë ata që punojnë me njerëz të tillë, por edhe për një rreth të madh shoqëror, të cilët duhet të kenë një kuptim sa më të drejtë të kësaj kategorie, duke e cilësuar si njerëz që ekzistojnë me një ndryshim në jetën e tyre. Faleminderit shumë që jeni sot në studio. E keni titulluar Stacionet Shqisore. Më bane shumë përshtypje që nga titulli, por që unë besoj është si të veshësh kostumin i njeriu tjetër dhe të përjetosh brendësinë e tij. Apo jo, profesoresh? Në fakt, ideja ka lind krejtësisht në një orë leksionit, ndërkohë që unë zakonisht i bëj leksione shumë interaktive, sepse du që ajo që ne themi të pasurohet me përvojën e personave që kanë një përvojë shumë të pasur në këtë drejtim. Dhe gjatë kohës që po zhvillonim leksionin, njëna prej studentëve përmendi një problematikë shqisore të një nxënësit vet. Një pjesë e madhe e grupit në fakt punon tashmë në këtë fushë, kështu që është edhe shumë e pasur ora e leksionit pikërisht për këtyre përvojave. Dhe prej aty më erdhi ideja që me realizu një
do të thënë, një mënyrë për me mujt me njoftë sa do pak realitetin e tjerëve. Ne e dim plotësisht që realitetin e dikujt tjetër nuk mund ta jetojmë, sepse secili person ka mënyrën e vet të përjetimit, ka mënyrën e vet të funksionimit dhe asnjëherë nuk mund t'i veshim këpucët e tjetrit deri në atë masë që do të doshim. Megjithatë, ishte si një shtys e brendshme e jemja dhe e grupit për me mujt me realizu një eksperiencë që një farë mënyrët nuk ndërgjetëson me fjalë, por ndërgjetëson të vunë punë shisat tona, pra të kriju rrethanat që shisat tona të hiperstimulohen dhe pastaj bëjmë edhe ndamje në grupe në bazë shisave dhe nisje dhe puna, në mënyrë që edhe personat në komunitet, që mund t'jenë studentat e tjerë, që mund t'jenë pedagogët, që mund t'jenë zojat e pastrimit kanë marrë pjesë dhe kanë dashur mu përfshi, kanë dashur me kuptu, kanë bashkënda disa eksperiencat gjanave që kishin një studentat, ndërkohë gjatë kohës që zhvillonin ushtrimet, i bashin edhe pyetje dhe ata përgjigjeshin për mënyrën se si e perceptojnë personat. Pra linja aty, përveç se një energji, linje dhe një diskutim shumë i thellë për përvojën e personave me autizëm. Pra vetvetiut prej një piknisje shqisore përfundojnë në ndërgjithësim, sepse e provoj secili në lkurën e vet, sidomos ato që kishin përvojet edhe të nuhatjes, por edhe secila prej tyre, por edhe të shikimit, sepse ndërkohë studentat kishin marrë edhe pajisje 3D për me pa mbi stimulimin që vjen prej shisës të pamit e personat me autizëm. Kemi insert e regjia. Po. Dhe në këtë moment do me thënë, përveç se bane përvojen, patën mundësi edhe me shpjegu, patën mundësi edhe me kuptu, dhe unë vëresha shumë komente, për shembull, ka që të forta ka kanë dritat për personat me autizëm. Duhet të theksu që jo çdo person me autizëm i jeton në të njëjtën masë. Ka disa që edhe i shohin si ma pak të forta se sa janë realisht, ose ka disa prej tyre që i kanë të kombinuar këto veçori shqisore. Por ajo që është e sigurt është që është një mënyrë tjetër funksionimit të shisave dhe të koordinimit që ata kanë. Po mirë, si përgatitët ju këto stacione shqisore, sepse ma mërmendja keni bashkëpunuar, apo jo? Por pse ishin ata speciale? Ishin speciale sepse ishte rrugtim. Pra, vetë fakti që quhej stacion, do të thotë që secili person mund të kaloten secilën prej këtyre stacioneve në shisa të ndryshme për me bë përvoje të ndryshme shqisore. Dhe ajo që ishte interesante është që fillimisht, se kena vëzhgu shumë reagimet, fillimisht kishte ndrojtje, do të thënë kishte kuriozitet, i shihshin studentat që kalonin aty, por që kush janë këta, çfarë janë të bë, do të thënë kishin një lloj kuriozitetit për mua afru, por edhe shumë ndrojtje. Pastaj filluan ngadal me fillu me provu si eksperiencë, derisa mandej u përfshinë një grup shumë më i madh, sepse e panë që këtu ashtu duke ndodhur diçka, domethënë ashtu u bën një eksperiencë që mundena me kuptu diçka. Dhe quheshin stacione sepse fillonin prej shisës së parë dhe kalonin deri te shisa 5, pra do të thënë në secilën prej shikimi, dëgjimi, nuhatja, prekja, shihimi. Pra dhe ata kishin mundësi me provu hiperstimulimin më tepër në secilën prej këtyre shisave, me ushtrime që janë përgatit vetë nga studentat dhe që unë e di që sot nuk janë tonë këtu, kështu që dëshiroj me marrë një moment shumë të vogël sa mi përmend dhe mi falenderu për atë përfshimit dhe një angazhim që mu më ka surprizu në mënyrën se si kanë realizu materialet, se si kanë pas idetë, se energjinë që kanë transmetuar gjatë aktivitetit. Kështu që falenderoj shumë sot Marianën, Manjolen, Kristianën, Magdalenën, Judbinen, Imonen, Ermiren, Silven, Ritën është një grup i madh, Ajete, Drita, Sonila, Zamira, Nevila, Anisa, Valbona, 2 Blerina, se kena thënë, Erionen, Linditen dhe Mirjanen. Po të gjitha vajza. Kena dhe gjini mashkullor, por që janë shumë të ndjeshme. Mund të kenë më
mund ta kem një shtysen të parat për me provu domethënë këtë eksperiencë. Kështu që edhe fal tyne pa harru Elvirën që ka kanë pjesë e koordinimit, por secila prej tyne ka dhënë shumë në këtë eksperiencë. Dakord, mund vinë ideja, por nëse studentat nuk angazhohen ose nuk mund të angazhohen, por mund të angazhohen si detyrë dhe unë e di që ata nuk kanë bë vetëm detyrën, ata kanë bërë shumë më tepër se sa ajo që ka pas detyra, sepse kanë dhënë shumë për ndjeshmërisë tyne dhe janë përkushtuar vërtet shumë. Elvira, ti je studente masterit, por njëkohësisht je edhe mësuese në shkollën 30-ore. Dhe unë besoj që këto përvoja bashkohen, apo jo, dhe ndërveprojnë. Si ka ndikuar pikërisht ky aktivitet në ndjeshmërinë tuaj, por edhe në atë ndjenjë të empatisë e cila patjetër që duhet të funksionojë me drita të dallueshme mirë, apo jo? Tani meritun ka një ndër përvojat më të bukura që unë kam përjetu deri tani. Normal që ishte në rang universitetit edhe po ideja profes ishte shumë e goditur edhe për zgjedhja saj në rolin, domethënë që më vuni në rolin e koordinatores të aktivitetit, ishte një diçka shumë e bukur, por që mu më lehtësunin gjitha vajzat e grupit, se si që përmeni profja të ishin gjitha energjike, me të thonë drejtën kur u bë përzgjedhja se cilit nga grupet, se cilit prej stacioneve ato u shprehen dëshirë me kanë pjesëmarrëse, dhe to e bë një diçka me dëshirë, normal edhe motivimi ishte ndoza ekstreme nga ana profes, u bë një diçka shumë e bukur, vajzat u bëhen shumë kreative, kishin ide brillante me sjell gjana qofte te këshisat prekurit me sjell tekstura nga më të ndryshme me një eksperiment që e poshtë edhe te inserti, domethënë vajzat e shisës të shikuarit të parit, domethënë kishin pru gjana 3D, një VR 3D me pa nga afër një film ose një diçka, kishin pru si quhet si video projektor për me bë tip vizualizimesh në mur, pra që ndoshta për ne është një diçka që është shumë bezdisshme, po për ata, për personat me autizëm mund ta përjetojnë si një diçka shumë e bukur që është në lëvizje, pas me ngjyra e tjera shumë më atraktive, dhe ishte një bashkëpunim në grup që për mua ka lënë shumë brejsa. Si keni ndjerë pikërisht këto perceptime ju? Domethënë si keni reaguar? Ishte diçka shumë ose më pak relativisht e vështirë, diçka argëtuesi, diçka bezdisse, diçka e detyrueshme? Të gjitha këto që sapo përmendë ti Meriti i kina përjetu atë. E herë në rrallë parë që ishte pjesëmarrja e studentëve. Një fillim kur e fillume nuk u afroheshin studentat me pas se çfarë ndodhte, pastaj pjesëmarrja u bë shumë për studentët e fakultetit. Po normal edhe të masterit se nuk është se jina pak jemi pothuajse 90 student, por këto të fakultetit e kisha fjalën. I herë në fillim mezi po afroheshin me pas se çfarë po ndodh se çfarë eksperimentit po bëhej, pastaj duke i ftuar dhe duke marrë pjesë filluan të ushtu pak, domethënë u bë si ai rrathi kështu, domethënë të tërheq njëri tjetrin, edhe u bë diçka shumë tërheqse, pastaj pyetjet ishin të njëpasnjëshme, po pse ata nuk e përjetojnë kështu ose pse ato për shembull pëlqejnë këtë aromë, kjo ishte ajo ideja e gjithë këtij aktivitetit që me rrit empatin, me vu vedin në vendin e tjetrit, ose me përjetu edhe ndjesit, me pranu edhe ndjesit që ka personi tjetër. Por përveç kësaj, për mu aktiviteti kishte edhe një qëllim tjetër, të pas parasysh se ne jena gjithë mësuese që po specializohena rreth pedagogjisë speciale, ne kena lidhur shumë edhe me fushën tonë, me mësimdhënien. Për shembull, ishte shisa të parit që kishte një aktivitet, nëse ti e shef një figurë me palosje, me bëhet dhe ti vetë si person, por shpesh herë ngeceshin vetë studentat duke e provu dhe me vështirësit janë po të gjitha, dhe kjo ishte një lloj nuk dita në fillim krejt se si ta bëj, po ishte një nxitje, për me e kuptuar dhe nevojën e një personit me autizëm që ndoshta nuk mundet me ja dal pa ndihmë.
Ndërkohë që të gjithë njerëzit jemi me vështirësitë tona, po, me vështirësitë tona. Edhe plus që kishim të koordinuar edhe një video mësimore që e kishim edhe te shisa të parit edhe te shisa e të dëgjuarit, një video mësimore që edhe shef të u zhvillu ora mësimit, edhe shef për shembull mbledhje në boshtin numerik të u zhvillu, por edhe dëgjon mësuesen, domethënë pra është një përjetim tjetër se ndoshta fëmia ka më dëshirë ndoshta me dëgju nëpërmjet një video mësimor se sa ndoshta një ditë prej mësuesit vetë që e ka aktualisht në klasë. Bën përzgjedhje. E rëndësishme është me ofru mënyra alternative për këtë fëmijë. Profesoresha, natyrisht të gjitha këto çojnë atë që një njeri që punon, por edhe një ambient më i madh, duhet të ndjejnë shpirtërisht nevojat, mënyrën e trajtimit, mënyrën e konsiderimit të ekzistencës së një personi të tillë. Ajo quhet ajo ndjenja, siç e përmendëm, e empatisë, që do të thotë ta përjetosh me mundësitë më të mëdha vetë atë që ai tjetri ka. Empatia nuk është vetëm tek personat e tillë. Empatia është një ndjenjë njerëzore, një ndjeshmëri njerëzore e cila të bën ta kuptosh atë tjetrin dhe të përpiqesh ta kuptosh. Në këtë rast, sa rëndësishme është empatia? Empatia është kryesorja, gjithmonë, edhe për një student që ka zgjellë pedagogjinë speciale, edhe për një mësues që ka zgjellë të bëhet mësues, sidomos në profesionet që kanë kontakt njerëzor. Është një komponent kyç që mund të them fatkeqësisht në kontekstin tonë nuk i jepet vlera duhur, sepse mendojmë se dija është kryesorja, ndërkohë që mënyra se si transmetohet dija është akoma më rëndësishme. Ne mentojmë eksperiencat e shkollimit në stadët ndryshme të jetës dhe dim se në secilin prej tyre mësuesat që kanë bërë më shumë impakt te ne, që na kanë nxit edhe na kanë motivu për me mësu, janë ato që na kanë dashur dhe ato që na kanë kuptu. Kështu që mendoj se është një element kyç, jo vetëm në autizmin ose në çfarë do lloj vështirësie tjetër, por është një element kyç në çdo punë që kërkon kontakt me njeriu. Një diçka mund të harrohet një rast, por ndjenja që të lë ajo mbetet gjithmonë. Ti mund të harrosh ai tjetri, kushdo, mund të harrosh një ditë se si ka shkuar, por ndjesinë e asaj periudhe që jam ndjerë në mënyrë fantastikisht mirë ose vështirë ose diçka tjetër nuk mund ta harrosh. Prandaj kjo ndjenjë është shumë thelbësore në marrëdhëniet njerëzore. Patjetër. Ty referu pastaj situacë dhe eksperiencë që ne kemi bërë. Kemi pas në fokus që e para se cili prej nesh vendoset në kushte, unë vetë kam kalu në prestacionet, pavarësisht se ishte krijimi, por dosha edhe unë me pas qa punoll me mu deri në fund stacioneve, dhe me thënë dosha edhe unë me përjetu vetë si eksperiencë. Si eksperiencë e një personi që e ka përjetu, kam vure që në një moment të caktum, të vite dëshira me dalë për aty, dhe me thënë me ik. Dhe aty pastaj lini edhe ideja brenda meje që sa kohë qëndroshi brenda një stacioni? Kohë ndryshme, do me thënë nuk e kishim të përcaktuar me minutazh, por derisa personi ta zgjidhte ato 2-3 se ishin edhe ushtrime, ishin edhe përvoja, ishin pra do me thënë ishin të kombinuar në secilin prej stadeve. Pra nuk ka qenë thjesht të qëndroja. Jo, ka qenë të ndërveproje, të zgjidhje diçka, sepse nuk duhet harru që personat me autizëm, siç janë personat me çdo problematik tjetër, kanë edhe pikat e tyre të forta, dhe pikat e tyre të forta ndonjëherë janë shumë ndryshme nga pikat tona të forta. Kështu që ishte ideja, jo vetëm që ne me përjetuar në aspektin shqisor, por edhe me kuptu, për shembull, kuptimi i detajeve vizive është një veçori e personave me autizëm. Dhe kur ne bashim ushtrime që lidheshin me kuptimin e detajeve, shumë prej nesh nuk arrinin mi bë, sepse kërkon një mendje të ndryshme, shumë të detajuar, në mënyrë që me pa ato diferenca që munden me kanë minimale. Që fokusi nuk është vetëm me pa vështirësitë, po edhe me pa potencialin, edhe me pa që në thelb secili prej nesh është i mirë diçka dhe i kufizuar diçka tjetër. Kështu që pra, kjo të gjithë jemi njerëz, të gjithë jemi persona me kufizimet tona, domethënë. Dhe në momentin që ne bëmë këtë përvojë, unë edhe
direkt si përvojë aty, por edhe gjatë organizimit. Kishim si qëllim që me nxit ndjeshmërinë njerëzore, me pranu diversitetin e tjetrit dhe sidomos me kuptu, sidomos për studentat që janë të mësuesisë, sepse aty ka shumë studenta që janë të mësuesisë, mi ba me kuptu që empatia edhe në nivel pedagogjik është diçka e mirë, sepse vetëm të unit kuptum, ne mundena me realizu maksimumin në atë që mundena me ba me nxancin, si me aftësi ndryshe, si me zhvillim tipik. Mbërslanca, apo ja? Shumë. Kishte student që e ndërprenin rrugtimin dhe nuk shkonin deri te shqisa 5? Po, kishte. Zakonisht, disa madje njëri prej tyne, unë e kujtoj shumë mirë se ndërkohë kam kalu të vëzhgu, se më pëlqen shumë me pa reagimet e njerëzve përballë një lukurie. Dhe njëri prej cilve aqu impresionu për kësaj përvoje, sa du me dalë, du me hap dritaren, adin përtet do të me ik, si duket ndjeshmëria ndonjëherë mundet edhe me të bloku në momentet caktume. Je aq i ndjeshëm sa nuk e del dot me shku deri në fund. Sigurisht unë i thash ti mundesh me ndërprej këtu se nuk është diçka që domosdoshmërisht me çu deri në fund. Por po mendoshëm me vedi. Nëse ky student del jashtë, merr ajër, ka dritare, ku shkon një fëmijë me autizëm që nuk ka një dritare të mbrëmshme për me liru vedin e tij për pikërisht aty qëndron ngërçi. Pikërisht aty qëndron ngërçi, dhe nëse ne nuk jena të hapur në aspektin pedagogjik mi kriju dritaren që ai ka nevojë, ai mbeti bllokum, sepse nuk del dot në këtë eksperiencë të fortë shqetësore, që mund të ketë, por që mund të jetë edhe intelektuale, mund të jetë edhe sociale, dhe mund të jetë një sër vështirësish që ai jeton. Elvira, gjatë këtij procesi, besoj se ju e keni shtuar përvojën tuaj, por në qasje dhe në kuptim edhe me persona të tjerë të cilët kërkojnë një mirë kuptim në shoqëri, në jetën e përditshme, në komunitet, apo jo? Me përvojën e djeshme i kam vu kështu një definicion punës teme që çdo person është unik, sidomos çdo person me autizëm është unik. Ka stilin e vet të mësuarit, nuk është se është një stil i përgjithshëm, por duhet me ia përshtat stilin sipas asaj veçorisë që ata kanë ose sipas asaj dhuntisë që ata kanë. Dhe unë me ditën e djeshme, si i thënë, ose me gjatë tonë kësaj eksperiencë të 6 mujore që jena në master, kam kuptu se përdorimi i shumë shqisave në një edhe për përvetësimin e një teme, ban që të kesh nxënës më të angazhuar, më të motivuar, më të përfshin, por edhe një mësimdhënie më të efektshme. Edhe shkurt e sapi krijon një bashkëpunim shumë të mirë edhe një marrëdhënie shumë të mirë midis mësuesës dhe nxënësit, që me kriju ora komunikimit dhe krijon ora komunikimin shumë të mira. Ajo dita e djeshme ishte, siç e tha profesoresha, kishte një nxënës që u largu, po ai nxënësi u rikthy përsëri. Tha jo, do të shkoj deri në fund gjitha stacioneve. Dhe atë sfidën më të madhe e pati te nuhatja, sepse të gjithë individ me autizëm nuhatjen e kanë, nuhatjen edhe prekjen janë dy gjanat më kryesore që ata provojnë dhe përjetojnë. Dhe tha do nalem të nuhatja, pavarësisht se nuhatja kishte aroma nga më të ndryshme që vajzat kishin përgatit, nga benzina, nga alkooli, nga nafta, nga lenori, zbucat, parfumet e ndryshme, dhe mendoshim, ere mirë benzina. Dhe me thonë që ndoshta edhe një fëmis me autizëm mund t'i pëlqejnë ajo aromë. Edhe thote, po si mund të shpjegohet që mund t'i pëlqejnë. Kjo është i thash me vu vedin dhe ne duhet gjithmonë me vu vedin vendin e tyne dhe me kuptu nevojat e tyne, se kjo është edhe qëllimi i aktivitetit, për që ne me kuptu se çfarë nevoja shkon ata. Ne nuk mund t'i ndryshojmë komplet ose nuk mund t'i rregullojmë çdo nevojë që ata kanë, po thjesht mund t'i ndihmojmë me i kuptua dhe me i përmirësu. Përsërish, natyrisht të gjitha këto lidhen me
problematika, me vështirësi të cilët këto persona kanë. Dhe kuptimi më i mirë i këtyre problematikave apo vështirësive ndihmon në përmirësimin e jetës, të komunikimit, të afjatimit me shoqërinë, të ndërveprimit, qoftë edhe me hapa të ngadalë. Si mendon, sa rëndësishme është kuptimi i këtyre vështirësive? Ajo që deshta me theksu dhe ndërkohë që Elvira po flite mu më ardhi si stimull është që nuk ka kategori në sensin që ne ishim persone neurotipik që po banim këtë përvojë dhe ne gjithë reagonim në format ndryshme. E njëjta gjë ndodh edhe me personat me autizëm. Pavarësisht se ata kanë shumë herë një mbindjeshmëri më të lartë se sa jona, kjo gjë nuk na ban ne për mi kategorizu si persona që reagojnë kështu, sepse një ndër vështirësitë që ne hasëm dje, domethënë ishte edhe që studentat kishin këtë ide që çdo nxënës me autizëm, se fillojnë e krijojnë stereotipe për diçka që nuk e njeh, ti fillojnë e krijojnë, po ata sillen këtu, po na sillen këtu. Dhe unë i tham, shive, unë po kaloj me ju dhe bana këtë gjë me një student, po kalojmë bashkë në secilin prej stacioneve. Dhe po shohim si e përjeton ti dhe si e përjetoj unë. Unë jam një person që nuk kam fare mbindjeshmëri, domethënë, kam këtë specifiken që unë i du shijet e forta, aromat e forta, domethënë nuk nikohen dot prej kësaj pjese. Megjithatë jam e bindur që ka persona tjerë që nuk i pëlqejnë. Dhe i tham, shive, ne të dy jena dy persona ndryshe, jena të dy neurotipik, por të dy kena përjetimet tona. Atëherë çfarë është e rëndësishme në këtë përvojë dhe çfarë impaktit mund të ketë kjo gjë në komunitet? Jo me kuptu që personat me autizëm kanë këtë eksperiencë, por me kuptu që çdo njeri ka eksperiencën e tij dhe ne duhet me kanë të hapun për me njohur eksperiencën e tij për te diagnozë. Pra diagnoza na shërben për me ditë vështirësitë e përgjithshme që ka një person në atë që realizon. Por nuk është një limit për me përgjithësu dhe nuk është një kriter për me përgjithësu përvojat e njerëzve, sepse njerëzit jetojnë gjërat në mënyra të ndryshme, kanë ndjeshmërinë e tyre, edhe emocionale, dikush është shumë më i ndjeshëm, dikush është më pak, dikush është më i hapun, dikush është pak më, domethënë përfshihet më thjesht, dikush tjetër ka nevojë për më shumë kohë për mu përfshi. Kështu që në këtë rast dhe këto sfida që studentat përjetuane janë sfida që shpesh i përjetojnë personat me autizëm, por që në një farmaset janë edhe sfida personale që ne kena, sepse në fundit ndjeshmërinë unë nuk e kontrolloj dot. Pra unë në momentin që kam një dëshirë për me provu diçka shumë të fortë dhe stomaku jem nuk e përballon, atëherë unë jam e detyruar për m'u bind asaj reagimit që ka trupi jem. Absolutisht po. Dhe të njëjtën gjë ndodh me personat e tjerë dhe na shpeshherë nëpër klasa i detyrojmë student, nxënësit me aftësi ndryshe, me qëndru brenda një bllokimit që aty ne nol prej hiperstimulimit. Pra, ne ndonjëherë nuk e konsiderojmë që nxënësi me aftësi ndryshe, jo vetëm me aftësi ndryshe, por edhe me zhvillim tipik, ka nevojë për me dal për aty në katër mureve. Unë e shoh në eksperiencën time me drejtjes një fëmije që nevoja për me dalë jashtë është shumë e madhe, sepse fëmijët janë të projektuar për me dalë jashtë, nuk janë të projektuar për me ndaj 6 orë në një bankë që nuk luajnë për atë, domethënë. Dhe kjo është një vetdije që ne mund të na çojë në një të ardhme kur të bëhen atë ndjeshëm mjaftueshëm për me kuptuar që në komunitet duhen pa xhanat me ndjeshmërinë e duhur, që ndoshta klasat mos mi zhvillu tana brenda një hapësine të caktuar, që mos me kanë fiskulturë i vetë me hapësinë ku na mund zhvillojmë mësimin, por me kanë edhe iniciativat e tjera që mund të marren brenda një shkolle për mi dhënë mundësi formare fëmijëve, si me aftësi ndryshe, si me zhvillim tipik. Natyrisht këto janë hapa, por për të bë ecje duhen shumë hapa. Patjetër. Dhe pa bë këto hapa nuk mund të bësh një ecje. Dhe për këtë dua t'ju falenderoj dhe komplimentoj shumë. Elvira, si do t'ju shërbej kjo përvojë? Sepse ti je edhe mësuese, je edhe studente. Kjo përvojë faktikisht nuk është se mund na shërbejnë vetëm ne si mësues, por më merr mendja edhe në familje duhet
duhet shtrihet, duhet punohet më tepër se stacionet shqetësore e kanë zanafillën nga metoda multisensoriale dhe kjo mund përdoret shumë mirë edhe në familje. Për shembull, nëse ti si prindan më mësu fëmis me hangër një frut pa za mollen, nga ana vizive ti ja tregon mollën, pastaj nga ana dëgjimore ti fillon edhe i flet, kjo është një mollë, a dini sot do ha mollën, do ta laj mollën. Nga ana taktile ti shkon me e la mollën bashkë me fëmin, po ndërkohë edhe ja thu bashkë do e laj mollën, dhe pastaj mund nga ana kinestetike ta vizatoj mollën në ajër ose ta vizatoj mollën te tavolina me gesht, pra thjesht me kriju në këtë mënyrë krijon edhe një ndërveprim prindi me fëmin derisa rrin edhe te nuhatja sa herë mirë mban molla edhe te shijuarit pastaj procesi i fundit. Ndërsa në punën tonë ma merr mendja Merita se ka një impakt shumë pozitiv. Unë du me dhënë një shembull që e kam praktikuar për vetë, për shembull leximin e një prallë borbardh apo marr prallën klasike që tanë fëmijët janë të afeksionuar, edhe janë të afeksionuar. Për shembull nga ana vizive ti zgjidh një personazh kukullën e borbardhës dhe xhuxhat, secili ton prej nesh mundena me mundsu një gjë tillë sepse i kena rrit edhe një fëmijë dhe i kena në shtëpi këto kukulla, edhe ti i tregon dhe i flet kjo është borbardha, din dhe momentin që fëmia e shef edhe si kukull krijon një lidhje me prallën. Nga ana auditive ti e dëgjon prallën e borbardhës ose e lidh edhe me një këngë që ka borbardha që është shumë argëtuese ajo këngë dhe fëmijët i tërheq shumë, por që është edhe leximi që ti si mësuesi bën prallës, leximi me intonacionin e duhur që ata e bën tërheqës. Ndërsa nga ana taktile zgjidh disa personazhe, i vën tavolinë dhe i thu, ok, tani do zgjedhim vetëm personazhet e prallës borbardhës dhe fëmijët kanë tendencën pastaj nëse nuk e kanë mund t'i shtysh edhe ti me marr borbardhën, me marr xhuxhat, me marr mollën që është edhe mjeti më identifikues i prallës. Ndërsa nga ana kinestetike mund ta zbatosh edhe duke luajt për shembull me role play, duke bërë borbardhën me xhuxhat të eca, duke luajt bashkë atë me njëri të ndërvepru. Pra kjo është merr një shtrirje shumë të bukur edhe në gjatë procesit mësimor. Dhe thash duke qenë se përdoren të gjitha shqisat, jo vetëm gjatë një ore, por ndoshta edhe gjatë 2-3 orëve, se dihet se fëmijët, të gjithë fëmijët me nevojat veçante nuk është se mësojnë brenda një ore, po mund të mësojnë brenda shumë orësh. Dhe po t'i japim një shtrirje jo afatgjate, por një shtrirje më të shkurt, më të ngjeshë, intensive, merr kuptim dhe bëhet shumë efektive si metodë. Për mua shumë e bukur, është një gjetje shumë, domethënë e kena përdor në punën tonë të përditshme, nuk është se përdorim, ndoshta nuk e kena bë kaq intensive, kena bë më të shtrime në kohë, shpeshherë edhe nuk i ka lënë efektet e duhura, por kur e kam provu kështu, domethënë me pjesëmarrjen master, e kam është si puna e atij ilaçit që e pin me një ritëm më të shpejt ose me një distancë shumë më dihet që se sa efektivitet ka pirje kur e bën kohën e duhur dhe kur e neglizhon ose bën më të shtrime. Përsërish natyrisht ju i drejtuat një përvojë, por besoj se këto persona shihen në kompleksitetin e tyre, përtej asaj diagnozës, edhe si potenciale. Përndryshe nuk puna me të nuk mund të mbështetet në pikat e forta për të përmirësuar pikat më të dobta, apo jo? Patjetër. Kryesore është me njoh personin. Për tu konsideru diagnozën, por pra nal vetëm të diagnoza. Unë për shembull në përvojat e mia të njohjes së fëmijëve dhe të rive me autizëm, ju jeni edhe psikologe klinike. Kam kuptuar që ndonjëherë qelsat e zgjidhjes së situatave që krijohen ose të vështirësive që krijohen nuk janë te potencialet ose të vështirësitë e autizmit. Janë të potencialet dhe të vështirësitë e natyrës personit, sepse personi para se me kenë me autizëm është person.
Pra ka një temperament, ka një mënyrë shikimi të gjanave, ka një edukim, jeton familje, jeton shkollë, ka shumë dinamika që ndodhin rreth tij dhe secili person ka natyrën e vet. Mu shpeshherë tu ju referu edhe ndoshta ndonjëherë situatave që bashkëndajnë edhe prind, kur një fëmijë ka një sjellje agresive ose ka një shpërthim emocional shumë të fortë, mospranim, refuzim. Ka raste që fëmijët refuzojnë drejt, në sensin që mund të jetë vetë konteksti në shkollë, në një vend tjetër, duke kuptu, dhe është diçka që po të mnolte mu, ndoshta nuk do të bashkët një njëjtën sjellje, por do ta refuzosh në të njëjtën mënyrë. Sepse është diçka për mu refuzu, pavarësisht intensitetit dhe pavarësisht sjelljes që ndonjëherë nuk është e përshtatshme në kontekstin e Nuk mund ta detyrosh fëmijën. Nuk mund ta detyrosh fëmijën dhe arsyeja pse unë gjithmonë kur përmendet edhe çështjet e ndryshme terapeutike, gjithmonë unë tutë ne zhvillohet shumë terapia aba, jo se terapia aba është detyruese, por unë personalisht nuk e kam pëlqyer kurrë, sepse ka kanë shumë i jep shumë pak zgjedhje e fëmijës. Domethënë i jep shumë dhe çdo gjë interpreton si diçka që është mu hek, kur gjanat janë edhe për mu përpunu. Pra nëse një fëmijë refuzon ndaj diçkaje, është shumë mirë që ai të refuzojë ndaj diçkaje që nuk i pëlqen. Ama ne i mësojmë rrugën e duhur se si me refuzu, por nuk ja shtypim dëshirën e tij për me refuzu një kontekst që mund të. Ai reagon sepse nëse ti për shembull shkon në një shkollë dhe nuk pranohesh, ose të tjerët kanë bezdi, klasa ka bezdi që ti je aty. Mësuesja thot si ta menaxhoj unë këtë, tash ti po çfarë bëj unë me këtë? Fëmia ndjen, sepse secili prej nesh kur është pjesë e një ambienti që nuk ndihet i pranuar, secili prej nesh dikush largohet, dikush grindet, dikush hesht, dikush mendon, dikush spostohet, pra ne bëjmë reagime të ndryshme dhe njëjta gjë ndodh edhe me personat me spektrit. Kështu që para se me pyet se cilat janë vështirësitë e fëmisë me autizëm ose që lidhen me autizmin, është e nevojshme me pyet çfarë duhet me modifiku në kontekstin ku jena që fëmijët me autizëm të njihen më mirë, sepse një fëmijë që bën një sjellje të caktuar në një mjedis caktuar dhe që e bën në një formë intensive, është të komunikuar një nevojë që ne nuk po e dëgjojmë. Pra është forma se si ai ka mjeti që ai ka, sepse nëse një fëmijë nuk ka fjalen, kam që të flasen, ka shtrimjen tokë, ka gjestet. Kjo është mënyra e tij për me komuniku që në këtë ambient ka diçka që duhet me modifiku. Dhe është detyra jonë si të rritën, si edukator, si mësues, si psikolog, si në secilin prej roleve tona, që të kuptojmë të nevojë dhe ta ndihmojmë fëmin ta shpreh këtë nevojë në një formë ndoshta më të përshtatshme se sa thjesht përplasja ose diçka tjetër, por edhe ne të bëjmë një hap përpara që kjo nevojë deri diku të plotësohet. Sepse nëse jena në një klasë të zhurmshme dhe jena tu e detyru fëmin për mëndaj disa orë aty, ose jena tu i kriju një presion emocional, nëse ti nuk ulesh na e mësuesja nuk don fort, që është një gjë që unë ndi shumë shpesh në orët e praktikës kur shoqënoj studentat, është një formë, domethënë që ne nevojitet me modifiku, sepse as shantazhi emocional, as format e tjera, por që është e kuptueshme edhe për mësuestë, se është fushë e re, domethënë ka shumë gjëra për me mësu secili prej nesh. Ajo që na dallon në secilin prej roleve tona është dëshira për me mësu. Pra dëshira jonë që me munal edhe me thanë, ky fëmijë që bën këtë sjellje, a ka mund diçka me modifiku të vetja jeme për bazë sjelljes tij, apo duhet me doj mos me tentu vetëm që me modifiku sjelljen e tij. Ne gjithë kena armë vetë, domethënë kena mjet edukativ më të rëndësishëm për të lojnave, aktiviteteve, çdo gjë tjetër, veten tonë. Kështu që unë personalisht ja bëj shpesh këtë pyetje vetes. Përsërish unë ndjeva shumë ndjeshmërinë humane tuajën si grup, të hapave tuaj me shumë maturi edhe profesionalizëm, me një mirëkuptim të kësaj bote paksa ndryshe, por që duhet pranuar. Nuk mund të abandonohet në asnjë mënyrë. Prandaj punohet, prandaj janë këto shkolla, prandaj janë këto përvoja,
Prandaj këto fëmijë janë të kësaj shoqërie dhe ekzistojnë dhe duhet pranuar. Megjithatë ju keni atë fjala mesazh është e duhura natyrisht, por gjithmonë kur ndjehet thellë. Apo ja. Për ata njerëz që punojnë me ta, për ata njerëz që jetojnë në një komunitet me ta, për ata njerëz që nuk kanë shumë njohuri se si mund të jenë të tillë kategori dhe që në një ditë apo në një tjetër edhe mund t'i hasin, mund t'i kenë edhe në familje, mund t'i kenë edhe afër. Apo ja. Besoj se është një mesazh shumë i fortë për t'i pranuar dhe për t'i trajtuar. Profesoresha tha për të modifikuar edhe sjelljet tona dhe për të përshtatur një rrugë të përbashkët në ecurin. Ky është qëllimi i komplet masterit që jemi duke ndjek, me modifiku gjithmonë një herë sjelljen tonë ndaj një individi me autizëm. Unë kam edhe një mesazh me rit, ndoshta jam të mësu shumë, jam të ndajt shumë afër me profesoreshën dhe mundohem me marrë çdo fjalë që ajo nxjerr nga goja, me e përvetësu në dobi të punës teme, që është një mesazh për tonë, për prindër, për edukator, për mësues, por edhe për komunitetin mbar, që nëse ne I japim mundësi fëmijëve të jashtëzakonshme duke përdorur shisat tona, pra siç e thonë nëpërmjet metodës multisensoriale, ne mund të nxisim ura komunikimi, pra mund të arrijmë një komunikim me ta verbal apo jo verbal, nuk ka rëndësi, por që mund të nxisim komunikimin me ta dhe mund të bashkëjetojmë shumë mirë me ta. Shumë bukur. Mesazhe në radhë të parë njerëzore. Ju keni edhe një aktivitet sot apo jo? Ne do të bëjmë njëjtën gjë. Në fakt kjo ishte pak surprizë për ne, sepse ndërkohë dy prej pedagogëve të jashtme që punojnë te dek tona ishin pjesë e organizimit të një aktiviteti që do të bëhet me bashkinë. Dhe ne do të kena një stand të universitetit, një hapësinë për me bëhet njëjtën eksperiencë. Sigurisht ka më shumë ndryshme se në rrugë kalojnë shumë persona të moshave të ndryshme, në mënyrë që me zgjeru këtë impakt edhe në komunitet. Pra që ajo që studentat kanë jetu dje, t'jetë një mundësi edhe për personat e tjerë që kalojnë rrugë dhe që kanë dëshirë me kanë pjesë, t'jetë një mundësi për me ba përvojën dhe për me nxit empatin edhe në komunitet. Kjo është ma shumë, unë gjithmonë e quj ditën botënore të nëngjësimit me autizmit, si nuk e quj fest, nuk e quj as fatkeqësi, sepse këto janë zakonisht dy konotacione që I jepen, por është një mundësi njohjeje, një vëmendje, një mundësi njohjeje dhe një shtys që ne mund t'i ofrojmë komunitetit për me tentu me kuptu pak prej përvojës, për me tentu me kuptu pak prej asaj që personat që mendjet neurodiverse kanë. Dhe I vetmi mesazh që unë me thanë është që bota ka nevojë, nuk është mesazhi jem, është mesazhi I Temple Grandin, një gru me autizëm që jep konferenca botënore në shumë shtete, dhe mesazhi I saj është që bota ka nevojë për të llojet e mendjeve, dhe ne është koha dhe është momenti që të mos nihena të kërcënuar prej diversitetit, por të tentojmë ta kuptojmë, nëse nuk e kuptojmë, është okay, sepse secili kupton atë sa I lejon ndjeshmëria e tij, ama ne është e rëndësishme me ditë mi bë vend personave që dhe jo mi bë vend si të ftuar, po mi bë vend si bashkëkrijues, si persona që secili prej nesh ka rolin e tij në mënyrën se si bota funksionon. Janë mesazhe shumë të forta, shumë të bukura. Ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Ju falenderoj shumë për të gjithë çfarë thatë, por edhe për gjithë çfarë bani. Dhe kjo është një vlerë njerëzore. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.